është tek e fundit. Me padyshim që Lutfi Aziri është i preferuari im brenda LDK-s për shkak gjithçka që ka prezanton. Nëse don LDK-ja me pas edhe memorie institucionale, edhe qendrim politik, edhe njeri me vizion, edhe njeri me energji, se Luta është një bulldozer kështu i pandalshëm. Fakt Luta është sinonim i LDK-s. Është sinonim, nuk e që shka me i thonë Lutës shka s'ka LDK, të thonë shka i mungon diçka, që prej Rrugovës e deri te në gjitha proceset. Unë Alushaku Sadriu për shkak të performancës e saj edhe në komunë, edhe në gjitha punët që bën, është një zoj shumë nderuar eksperte fushës, mendoj që sa më shumë të ketë ekspert fushës qaq më mirë. Kam futur UK Rrugovën, dorën zamër kam pritur shumë në këtë fushat nga UKA. Jam pak i zhgënyer, kështu miqësisht i zhgënyer. Nga të bërit fushat. Nga të bërit fushat. E kam prit ukën të vizitu shtatorin e Femi Aganit, e kam pritur ukën të ba homazhet e Kanton Qeta, të kesh bashkëpunëtorët e presidentit Rrugova, e kam prit ukën të Eqem Krezio, jo Albin Kurtin, e shumë qka tjetër, do të flasim më pasaj, por besoj që i duhet brenda grupit parlamentar të LDK-s dhe duhet që votuesi LDK-s ta ketë. Natyrisht vëmendje shumë e madhe për çdo kënd që voton LDK-n, Xhafer Gashi duhet jetë në mesin e njerëzve që votohet nga votuesi i LDK-s. LDK në fakt ja ka bërsh Xhafer Gashit me bot deputet dhe me me elan me përfatsu siç është mas mirë në kuvend, marr parasysh edhe ato që i ka bërë LDK-s Xhafer Gashi, që është një investim shumë i madh në fakt që ka bërë në këtë parti, duke ja kthyer një komunë në garën e madhe elektorale atëherë lokale. Besian Mustafa gjithashtu, nëse sheh për shembull kam Dorentina Malokun, Armend Zemën dhe Besian Mustafën, dhe ta them vetëm një fali për të tre mandej. Jo tash se më shtinën borxh me njerëzit. Besian Mustafa për shkak të performancës si ministër edhe asaj që përfaqëson. Armend Zemaj, unë vazhdoj me mendu që është bulldozer. Unë vazhdoj me mendu që është Armendi është bulldozer për te bulldozer. Jo, unë vazhdoj me mendu që është arsyeja pse ne nuk kemi vdekur çaq shumë sa kemi mund të vdesim pandemie Armend Zemaj. Në puna ati si ministr në kohën e pandemisë ka qenë fantastike. Edhe definitivisht e meriton çdo herë me qenë aty tek LDK-ja, bile shoh që kësaj radhe do të rritet me votë për shkak të. Dorentina Maloku për shkak të asaj që përfaqëson. Driton Selmanen e kam futur për shkak se dua që Prizreni, LDK-ja ka strategjike të rëndësishme ta ketë Prizrenin. Berat Rukiqin për shkak të profilit të tij si ekspert dhe është një mënyrë ndryshe e të menduarit edhe ekonomik brenda LDK-s. LDK-ja shuhet për ekonomista, për profesor Hotit e deri te Hikmet e Bajramit e tjerë, por edhe Berati ka një lloj tjetër të menduarit ekonomik që e bën edhe më të pasur LDK-n. Dhe natyrisht Shqipe Pantina, që e kam thënë disa herë gjatë kësaj fushate, për mua është shembull i gruas që lufton, nuk ndalet asnjëherë, aktiviste, çdo herë fokusuar. Ma solli këtë pyetjen kështu në ndërdijen gazetareske timën, mos ka inflacion ekonomik, si ekonomistësh LDK-ja mos po i bëjnë dëm se shumë ekonomista. Jo, se duhen profile pak tjera. Që për shembull, ka një lloj elektorati në LDK që vazhdon me u viktimizu me incidentet që kanë ndodhur pas luftës. Besiani, Armendi edhe Dorentina janë tre personalitete që për mua janë shembull se si nuk e kanë përdor këtë polarizim të tmerrshëm të pas luftës për me fitu vota. Besiani, Dorentina dhe Armendi me historitë e tyre familjare mund dalin çdo herë dhe çdo herë të bëjnë vota. Asnjëherë nuk i shohim të e keq përdor. Çat moment klik që e kemi